Mjeku çuditë botën, kosi në darkë trajton këto 5 probleme. Ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Kosi është ushqim që dietologët sugjerojnë se duhet të konsumoni çdo ditë për shkak të vlerave të larta ushqyese që bartë. Kosi lufton më së miri ftohjen si dhe ndihmon edhe në humbjen e kilograme të tepërt. Kosi është padyshim një nga produktet më të mira të qumshtit, është i lehtë, i tretshëm dhe rregullues për stomakun. Nëse ndiheni me stomak të fryrë, konsumi i kosit shoqërohet me pak bukë dhe redukton gjithashtu ngarkesat dhe fryrjet e stomakut. Specialistët dhe dietologët kanë zbuluar se kosi është një ndihmë shumë e mirë në luftën kundër ftohjes, llojeve të ndryshme të komplikacioneve që ulin imunitetin. Ai mund të shoqërohet gjithashtu me vitamina, gjithashtu edhe me minerale shumë të rëndësishëm në dobi të organizmit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndaj konsumi i kosit në dietën tuaj do ju ofrojë një sër përfitimesh unike, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve. Kosi është konsumuar nga njerëzit prej qindra vitesh. Ai dallohet për vlerat e larta ushqyese dhe konsumi i rregullt do të sjellë përfitime të konsiderueshme në shëndetin tuaj. Kosi është një zgjedhje shumë e mirë për humbjen e peshës. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund të bëjë që të kthehen në çdo lloj zgjedhje, qoftë për disa ditë edhe për ndërtimin e trupit në palestër. Kosi është një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër inflamacioneve. Kosi nuk është rastësisht në programet dietike të shumë dietologëve. Shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore të dietës mund të ofrojë një peshë më të mirë trupore. Kosi gjithashtu është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për zorrën e shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka me të cilën mendoni shpesh, por është thelbësore për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorrët janë përgjegjëse për tretjen e ushqimeve, thithjen e lëndëve ushqyese, ndaj është thelbësore që ajo të funksionojë si duhet në dietën tuaj të përgjithshme. Shtimi i kosit në menun tuaj ditore mund të ndihmojë në luftën kundër komplikacioneve dhe lehtësimin e sistemit tuaj tretës. Kosi do të ofrojë një zorrë më të shëndetshme pa komplikacione dhe gjithashtu një mbrojtje më të mirë të saj. Shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore mund të ofrojë kocka më të mira dhe më të forta. Nëna juaj gjithmonë thoshte të pini qumësht për të pasur kocka të forta. Ndoshta ndryshe nga shumë gjëra të tjera, ajo kishte edhe vërtet të drejtë në këtë aspekt. Por a keni menduar ndonjëherë se cilat janë përfitimet bazë që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i kosit? Shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore mund të luajë një rol produktiv në mbrojtjen e shëndetit të kockave dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Pasi, produktet e qumshtit, siç është edhe kosi, mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të elementëve ushqyes të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Duke cilësuar kosin si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Sidomos kosi do t'ju ofrojë kockave një burim të shkëlqyer të kalciumit, i cili është një prej mineraleve kryesore më të dobishme për njerëzit që vuajnë gjithashtu nga probleme siç është për shembull edhe osteoporoza. Shtimi i kosit në menun tuaj ditore mund t'japë përfitime të larmishme në dobi të organizmit, gjithashtu edhe në përmirësimin e humorit tuaj të mirë. Në mes të problemeve stresuese dhe një pune të lodhshme, sidomos edhe rënjes së humorit, kosi mund të jetë një përzgjedhje e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Për sa kohë shtoni kosi në dietën tuaj, përgatituni të merrni përfitime më të mira për sistemin tuaj imunitar dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët thonë se kosin është më mirë ta konsumoni atë pa yndyr, i cili përgatitet vetëm në shtëpi dhe përfitimet që do t'i ofrojë shëndetit do të jenë vërtet të larmishme. Shkenca thotë vetëm se një sasi e vogël e kosit në frigoriferin tuaj mund të paraqesë një arsenal të vërtet të mbrojtjes së shëndetit. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i kosit në menun tuaj ditore. Kosi ju mbron gjithashtu nga luhatjet e shëndetit, siç është për shembull edhe sheqeri i lartë në gjak.
Ullumtimet e shkollës së shëndetit publik të Harvardit kanë treguar se njerëzit, të cilët kanë konsumuar kosër çdo ditë, patën gjithashtu një zemër më të shëndetshme dhe gjithashtu një mbrojtje më të mirë të imunitetit të tyre. Shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore të ushqyerjes mund të jetë një stabilizues shumë i mirë i luhatjeve të sheqerit në gjak, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përfitoni nga të mirat e kosit, sigurohuni ta konsumoni atë vazhdimisht brenda normës lejuar në dietën tuaj të përgjithshme. Kosi, me përmbajtjen e tij probiotike, mund të zvogëlojë gjithashtu absorbimin e disa metaleve të rënda dhe toksinave mjedisore deri në 78% të grashtatzana. Studimi i kryer nga shkencëtarët e qendrës Lawson të Institutit të Kërkimeve mbi Shëndetin në Kanada ofruan provat e para klinike se një sasi kosi probiotike mund të përdoret për të zvogëluar rrisqet shëndetësore të lidhura me mërkurin, gjithashtu edhe me arsenikun. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese gjithashtu në betejën e organizmit tuaj edhe kundër problemeve siç është për shembull edhe depresioni. Studimet kanë treguar se probiotiket që gjenden te kosi mund të sjellin edhe element mjaft të mirë ushqyes në luftën kundër problemeve të depresionit. Ndërkohë, studime të tjera kanë treguar se shtimi i kosit në menun tuaj ditore mund t'i japë përfitime të larmishme në dobi të organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i kosit në menun tuaj do ju ndihmojë dhe do ju mbrojë kundër problemeve të diarres fal antibiotikëve që ai përmban. Në vitin 2012, një metaanalizë e studimeve të mëparshme të botuara në JAMA kanë treguar gjithashtu se konsumi i kosit lidhet gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj falë prebiotikëve që ai përmban me shumicë. Ndaj, shtimi i kosit në menun tuaj ditore mund të luajë një rol pozitiv në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe lehtësimin e shëndetit tuaj të dobët. Kosi do ju ndihmojë në djegjen e yndyrnave të tepërta trupore. Nëse po përpiqeni të ndiqni një dietë për të humbur disa kilogram të tepërt, jeni të vëmendshëm që pjesët e saj të bëni edhe kosin, sidomos atë pa yndyr. Një studim i një viti më pas i kryer nga Instituti i Tennessee kanë zbuluar se personat që përfshinë kosin në menunet tuaj ditore kanë përfitime mjaft të mira ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Një tas kosi shtuar çdo ditë në dietën tuaj do të jetë një mburojë shumë e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve, gjithashtu edhe në mbrojtjen e imunitetit tuaj. Ekspertët theksojnë se shtimi i kosit rregullisht në dietën tuaj do të kthehet në një nga aleatët më të mirë ushqyes në betejën kundër komplikacioneve. Kosi është opsioni preferuar i shëndetit për mëngjes ose edhe për meze të lehta. Ai është i pasur me probiotik, nivele shumë të mira të kalciumit, zinkut, vitaminave dhe mineraleve shumë të rëndësishme në aspektin tuaj ushqyes. Ekspertët thonë se shtimi i kosit në dietën tuaj të përgjithshme do të luajë një rol pozitiv në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe do të rrisë gjithashtu rezistencën e trupit. Rekomandohet kosi i përgatitur vetë në shtëpi, pasi është i pasur me më shumë proteina dhe me ndjesi më të mira të ngopjes. Megjithatë, duhet të keni kujdes me sheqernat e shtuar, veçanërisht me kosin me aromë. Kosi i përgatitur vetë në shtëpi mund të shoqërohet gjithashtu me fruta të stinës ose edhe me kastravec. Kështu përfitimet e tij në dobi të organizmit do të jenë të menjëhershme dhe të shumta. Disa njerëz u pëlqen ta shtojnë kosin me përmbajtje të mjaltit dhe të arrave, dhe përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë në dobi të organizmit. Ekspertët thonë gjithashtu se shtimi i kosit në menunët tuaj ditore do të jetë një nga produktet më të mira ushqyese në dobi të shëndetit. Ndaj, konsumi i kosit në menunët tuaj vazhdimisht rreth 200 gram kozër çdo ditë do të jetë një mburojë shumë e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Sigurohuni që kosin ta konsumoni rregullisht në dietën tuaj dhe përfitimet e tij t'i merrni në mënyrë të rregullt. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.